Mirëmëngjes njerëz të bukur, si jeni, si po kaloni? E hënë sot. Të kalojmë javën së bashku, të shikojmë se si do vekjo, nuk e di. Ditë për ditë do të tregoj pak nga çdo ditë si e kalojmë. Sot është e hënë, filluam javën, punë, shkollë, të gjitha këto me radhë, edhe të shikojmë gjithë java se çfarë bëjmë këtu në Angli. Zgjojmë djalin tani. Edhe, hajde të zgjohet, si ditë e parë e shkollës. Të kecen mama! Koha. Tani të tregoj kohën. Mjergull është koha sot. Shikoni kohën tani. Në fakt, më pëlqen kjo kohë, sado që është kështu, më pëlqen. Nuk po zgjohet, kam një orë që po e flas. Ndrova edhe kapjen e flokëve. Fol, djalit tha që të bëja të ndrojnë që kapjen e flokëve. Më mirë kështu më mirë. Hajde ndaj të zgjojmë djalin. Ky është outfiti të hënës, për në punë. Palto do marrë këtë, edhe është okej. Do ta vesh më vonë kur të iki për në punë. Edhe do marrë edhe çantën që e kam mbushur edhe më rëndon dora, krau. Kështu, gati jemi për në punë. Ikëm u vonua. O ikim. Nuk bën shumë ftohtë, bën pak. Në fakt do më thoni tani dole nga shtëpia, prit. Të vij ajri ftohtë, po vetëm shpresoj të mos bjerë shi. Hajde, më lot. Të shpresoj të mos bjerë shi se s'mora sombrellë. Sa lash djalin nga shkolla, edhe do iki të bëj thojt tani. Se erdi data, janë më keq, mos më keq, edhe para se të shkoj të puna do bëjmë thojt e njerës, dhe vetë marrë bë një ëmbëlsirë, që të hambër mëngjes me vajzën. Erdi shokja të më marri me makinë, se unë se ngas makinën si që dini, nuk mjafton që më bën thojt, po më vjen edhe më mere shkreta. Jo. S'ka problem. Qa do thoj, tani problem ka? S'ka do të gjë. Edhe po ikim që thoni. Filluam të bëjmë thojt që thoni, nuk e di se gjyrë do t'i bëj akoma, do t'u tregoj në fund, pim kafe, në bëm muhabet, edhe tani filluam punën. Se duhet e t'iki për në fund, mos zvonohemi. Puna po vazhdon. Jemi shumë e vetë U lodhe shkreta, po do bëj punë fantastike, si që më bën gjithmonë. Edhe, po, nuk u tregoj do tani se që ngjyrë do bëjmë. Jo. Po, në fund, që ti jetë, këtu dalë bukur, ose dalin edhe këto, shumë bukur. I mbaruam thojt. Doni të shikoni se si i bëmë? Dihet që doni të shikoni si, nuk doni? Ja dalin se, po vëvajnë kjo vajza këtu. Hanxhi e quajnë, se thashtë kjo vajza këtu. Avash duhet ta njihni dhe juve. Në që se doni thoj, kaq të bukur si të mitë, shikani këtë tani, shikani. Nuk janë shumë cute? Janë. Thank you, Angie. Tregojmë edhe pak rrugën sa të bukur që e kemi këtu në Angli, që shumë nga juve nuk u pëlqen Anglia. Daleni t'u tregoj edhe thojt e bukur, o zot sa të bukur që duken, shikoni tani. Këtu, shumë të bukur, ja. Shikoni. Edhe tani rruga. Edhe tani sa erdha në punë, mbarova me thojt, edhe erdha në punë. Sa mbarova nga puna, edhe tani po ikim të çojmë fëmijët në boks. Sa mbarova nga shkolla edhe i shpim me një herë, të lozojmë bokset e pastaj do vemi në shtëpi. Kemi gjithë ditën që po vrapojmë, mos e pyesni. U lodhëm. Erdhëm në shtëpi, edhe po përgatit shpejt, sa nga këta karkalecat, se nuk kisha gatimë, kisha vetëm pak supë edhe djali nuk do supë, ndaj edhe po i përgatit sa karkaleca, me piperë, kripë, tamerik edhe gjalp të freskët. Makaronë dhe të përgatit nesër, kur të kthenem prap nga puna, kështu. Ky gjalpi o njerës i jep karkalecit një shije fantastike. Edhe kur është edhe kështu gjalpi freskët, është akoma më i mirë. Karkalecat janë gati, edhe tani me se do t'i shoqëroj unë. Dje kishim porositur në shkim turk, dali të se janë edhe gati. Edhe ata i shoqërojnë me bollgur.
Ndaja edhe na mbeti ca bollgur nga dje dhe me këtë do t'i shoqëroj karkalecat. Nëse i pëlqen djalit se mishin e hëngri djalit të bollgurit, po karkalecat nuk e dia. Karkalecat i ha, nuk e dia do t'i pëlqej bollguri bashkë me karkalecat. Shikojmë tani. Do t'ja provoj. Po t'i pëlqej mirë, po nuk i pëlqeu pastaja. Do të vetë karkalecat. Janë ngrova vetëm pak, edhe do t'i hedh këto nga lartë. Sa më shumë karkaleca, se karkaleca kuptuat. Gjendja është kjo njerëz të dashur dhe të bukur. Kam tërë këto pjata për të larë, këto për t'i vënë në vend, të mbledh këtu shtëpinë, edhe të gatuaj, do përgatit mishin e grirë, se nesër punoj edhe nuk do kem kohë. Ndaja, vendosa një kafe që të pi tani në darkë, që të vi një qik në vete. Hodha mishin që të skuqet tani, se si që thash do t'a bëj mishin e grirë, ta skuq, që ta kem gati për nesër për pasta ragu, edhe pasi të skuqet një qikë, do t'i hedh brenda qep karota, edhe specat, cilat i griva, edhe këto erzat, dhe pastaja salcë tomate, të cilën kjo është nga fshati që më ka dhënë mami, edhe kjo është konkasete thjeshtë nga supermarketi. Skuqet një çik ky mishi, që pothuaj se u skuq tani, edhe t'i hedhim të gjitha këto gjërat brenda, të përgatitet derisa unë të laj pjatit. Edhe t'i vendos në përvënde. Po s'ka mbet një karote pa grirë, po s'ka gjithë tani. Edhe speci. Do t'i dhe një glën kafe o njerës se e piva kafen që në mëngjes, që vajta që të bëja thojtë tek vajza, edhe ishte shumë shpejt për mua dhe duhet të pje dhe një tjetër, thaj nuk më mbajtja që në 9 të mëngjes. Zakonisht e pi nga një drek s'ka. Edhe vazhdoj. I hodha edhe salcën e domate, si që thashë. Do t'i jetë edhe pak verë, si që thashë. Do t'i jetë edhe ujë, do t'a le që të vlojë. Pjatat i lava të gjitha janë duke kulluar tani, nesër do t'i rregullojmë. Edhe kuzhina u pastrua, ky është shisha e djalit që do t'a marrim lartë se kërkon ujë gjatë natës. Edhe pothuaj se edhe mishi grirë është gati, do t'a lë dhe pak të pi ujin dhe do t'a mbyll. Kjo ishte dita e hënë njerëz të bukur, nga 7 e mëngjesit, që u zgjuam, 6:30. Deri tani që ora vajti 8 e darkës, edhe për pak do ikim të flëm gjumë. Shifemi nesër të martë. Ciao. Mëngjesi o njerëz të bukur, si jeni, si po kaloni, e martë sot u bëra gati si që mund të shikoni, që t'ikim në punë. Përgatita mëngjesin e djalit të cilën është një kokodhe, me buk edhe me banane. Nuk e dia do t'a haj, se dje nuk e hëngri vezën, ish mërzitur, po qati bëjte unë mëngjes për mëngjes, djath zdo, e reqel zdo, njërën zdo, tjetërën zdo, qati bëj, nejse. Bëhemi gati, do vete t'a zgjoj tani dhe hajtë zgjojt. Edhe paset ikim në punë. Kështu që thoni, do filloj dita. Tu mbledh edhe një qik shtëpin shpejtë, pastaj të vete t'a zgjoj, se kam edhe pak kohë. Kisha shtruar këtë vulesë, se e vendosa tjetrën të lajet, po për deri sa ula, tani të t'a shtrojmë. E mblodha shtëpinë, është gati, që kur të vi nga puna, sa të hap derën, të shkoj një shtëpi të mbledhur, të më rregulloj ditën. E janë të zgjojmë djalin tani. Dimitri, kicën mama. Sa do që ja hapa këto perdet. Sot nuk është keq koha, është okej. E u zgjua edhe djali, tani po ha mëngjesin, jemi ullur në tokë, edhe afër kaloriferit, edhe që mos e prish shtëpinë. Do ha mëngjesin tani, edhe do nisemi për shkollë dhe për punë njerëz. Djali ha mëngjesin, unë nuk ka shpejt.
Edhe do hakur të kthenem nga puna. Në çfarë do mbarojmë tani të shkojmë sot. Ishemi shpejt që të ikim në punë. Ra çanta, s'ka gjë do ta mbaj. Ne të zeza prap sot, vesha çizme nga poshtë. Pallton se do bëj ftohtë, bën ftohtë. Edhe çandën do marr këtë. Edhe jemi gati që të ikim o njerëz të dashur. E marrë plevitia. Nuk mund të kuptoni se sa ftohtë bën. O zot, po frynë edhe erë. E dini sa ftohtë bën? Nuk e kuptoni. Më ngrin duart, shikoni. Shumë ftohtë. Sa erdha në shtëpi o njerëz, erdhi burri më mori, se temperatura është -6. Edhe sa do që unë eci nga shkolla deri në shtëpi, se nuk e kam largë, nuk mund të ecja. Ishte -6, është shumë ftohtë. Dje si që thashë përgatita mishin e grirë, edhe tani që u ktheva nga puna, do përgatit makaronat, se hedhe dhe makaronat të zien, deri sa të haun mëngjesin. E hoda të gjithë pakon, se edhe po të mbetet, do përgatit pasi që nesër. Mëngjes çfarë përgatita, tu tregoj shpejt. Këtë pite me djathë, salcë posi ulli, edhe një qik turshi, kjo është mëngjesi tim të ham tani. Sa u lava o njerëz të dashur dhe të bukur, edhe tani dua shpejt të thaj flokët, para se të vete të marrë djalin nga shkolla, mbase harri të pi edhe një kafe. Se nuk droj dot më pa kafe. Nejse. Jashtë bën si që tha shumë ftohtë, që kështu në qoftë se të ta marri burri akoma më mirë, në qoftë se mbaron ai më shpejt nga puna, edhe të mos duhet të vete unë. Tani që thoni për flokët, unë vetëm këtë i vë që e mbron nga nxehtësia, me që përdor edhe atë që i drejton flokët, mashën si e thoni, edhe me që i thaj dhe me tharsen e flokëve, taleni t'i thaj. Edhe erdha përsëri. Ka i thava flokët o njerëz, vetëm që para se t'i drejtoj, të vemi të bëjmë një kafe, të pim një kafe, se nuk droj dot më pa kafe. Vajti ora 2:02 dhe nuk arrit, nuk qëndroj dot më në këmbë, si ose gjyshja ime. Të bëjmë të pim kafe. Gjendja. Vendosa dhe këtë të dora, se sikur filloj të më shqetësoj prap dora. Cappuccino për sot o njerëz, të dashur dhe të bukur, se kam shumë kohë që nuk kam përgatitur cappuccino. Bëj gjithmonë kafe greke, po tani sot erdhi momenti të bëjmë cappuccino që thoni. Ashtu, që brata pak unë ja. Ashtu. Edhe të presim, do bëjmë edhe kafe. Në fakt, do pi këtë tjetrën që është pak më e rëndë, kjo ngjyrë. Edhe presim që të bjerë. Edhe qumshi është gati. Do ta hedhim brenda te kafja tani. Ta trazoj një qik. Kanë ardhur edhe njerëzit që po lajnë xhamet nga jashtë. Daj edhe dëgjohet zhurma. Ja edhe kafja është gati. Po, s'kam pi cappuccino në shtëpi. Nuk e di pse. Disa herë më mërzitet edhe e ndroj kafen. Do filloj shpejt i drejtoj, se vërtet u vonova tani. Mund të vej mund të vej burri ta marrë djalin nga shkolla, po në qoftë se merr, duhet të lë flokët në gjysmë që të vete ta marr unë. Ose edhe po të vijë në shtëpi duhet që të haje ushqim shpejt, se pastaj ka not, edhe duhet ta çojmë në not. Dhe ja dola mban më në fundi, drejtova. Djali erdhi, shqyr e solli burri, tani duhet i përgatit drekën të haje edhe që të ikim. Gati dhe flokët. Ja, gati janë. Erdhi djali edhe tani do t'i përgatit drekën që të haje, i hodha makaronat, edhe pak mish të grirë nga lartë. Do haj një qik tani, se si që thash do vej për not, edhe nuk do t'jetë të rëndë. Do më të ashtë këtë që po i hedh,
Unë do t'ja hetu, po nuk do t'a hajti gjitha ai. Ikëm që thoni, o njerëz të shkojmë në pishinë, që të bëj djali mësimin. Piscina, thot burri. Po sa harritëm, nuk e di pse vim. Elare Dimitri Vgalto. Sa harritëm, nuk e di pse vim me kaq të ftohtë në këtë në pishinë, po bësh ftohtë. Edhe Marta mbaroi o njerëz dashur të bukur. Do ikin të flëm gjumta, do vë djalë një gjumë. Natën e mirët, kaloni një ditë të bukur, edhe shifemi nesër të mërkurë. Mirëmëngjes o njerëz të bukur. Si jeni, si po kaloni sot e mërkurë. Siç më shikoni, jam sportive se nuk ka punë sot. E kam pushime. Edhe përgatitim mëngjesin për djalin, çfarë do hajë, do ta dërgoj në shkollë. Unë të shikoj se çfarë do bëj sot, nuk e kam vendosur akoma. Do dal gjikundi me shoqen, nuk e di apo punon te shoqja, se kam pyetur ndaj ja u them. Do shikojmë. Le të përgatitim një herë mëngjesin tani shpejt, të cilën çoti përgatit vezë, banane, gjëra të vetëm që i janë mërzitur edhe nuk i do, po çati bëj unë. Të zgjoj djalin. Hajde zgjoj tani. Mos e pyesni. Koha sa e bukur që është. I hapa dhe këto perdet që t'i vi një çik dritë, po s'ka dritë. Sa çova djalin në shkollë njerëz, edhe tani po kthehem në shtëpi. Se ku më kanë lënë deliverin, se porositat sa gjëra, edhe kanë dërguar fotografi që gjashtë ma e lante shtëpia nga pas, edhe nuk e kanë lënë. Shkojmë tani se ku e kanë lënë që se do ta gjejmë. Edhe deliverin e gjeta, kishin lënë tek shtëpia e Gjitonit. Qa të them, nejse. Qa kisha porositur t'u tregoj një çikë. Kisha porositur këto për tualetin që më duheshin, se na u thye tjetra që kishim. Edhe porosita edhe një fushë. Mos u tregoj tani ç'ndë si ka. Nejse. Këto ishin që i gjeta tek Gjitoni gjërat. Si që thash, sot nuk kam për të gatuar, se kam ushqim nga dje, po nuk më rrihet mua. Edhe ndaj do përgatitë disa petulla, që janë me maja, ti kemi t'i hamë gjatë ditës, pse jo. Tani unë do përgatitë shumë pak, se mos mbeten atje dhe gjyna është. Do hedhë 250 gram miell. Do hedhë miell mistri, një lugë. Duan qumësh të vakët. Shikoni, dalin të hedhë miellin e mistrit. Një lugë, okej është. Do t'i hedhë maja, një lugë të voçkël, edhe shumës është. Nuk e mbusha deri lartë. Pak kripë. 2 kokovedo. Në fakt, 2 mos janë shumë, mos bjerere. Po janë të vockra këto fare, se janë nga ashtu fshati. Janë nga pula fshati. Po që një dohet një, që të mëna bjerere. Një çik fare vaj ulliri. 125 ml qumësht, të cilin duhet që ta ngrofim. Sa vajti? Vajti 131. S'ka që tani për një çik. U ngroj edhe qumshi, se një çik duhet i vakët. Edhe do t'ja hedhim brenda, ta trazojmë bashkë me këtë miellin. Ashtu pasi e trazova të gjithën tani brumin, do ta lëmë për 1 orë në një vend të ngrohtë që të mundet të punoj majaja. Do ta vë në anë të kaloriferit, do ta vendos, që t'jenë ngrohtë edhe të bëhet sa më shpejt. Edhe presim sa të bëhet. Pas 1 ore kjo është gjendja. Edhe do shikojmë se si do na dalin petulla ato njerëz. Do ta marrim e do ta hedhim këtu brenda. Po skuqen tani, i ktheva dhe nga ana tjetër.
tjerë tani si që shikoni. Besoj se janë gati. Petullat janë gati, dolën fantastike, shumë të mira. I shkoni kështu se kam ngrënë unë, edhe po vazhdoj dhe po ha. Me mjaltë i shoqëroj. Unë mund t'i shoqëroni me djath, me tomate, me çfarë të doni juve. Po ndaj ndoja diçka të ëmbël edhe. Po një herë me mjaltë. E kisha për të dalë, se thash të vete të bëj sapun që kam, edhe të shkoj edhe në dyqane, që të blej dhuratë për të dashurën e djalit për Shën Valentin. Po. 6 vjeç, akoma s'kemi dal nga veza edhe duam të dashura. Po, girlfriend. Që kështu, duhet i blejmë dhuratë. Problemi është që unë përdoj të dalë. Edhe nesër punoj, para dite. Që kështu do shkoj nesër që t'ja marrë, kur të mbaroj nga puna. Tani neve në moshën 6 vjeç o njerës. Nuk shim dalë akoma nga veza. Nuk din, luanim akoma me kukulla. Edhe këta tani din girlfriend e boyfriend. Më thoni mua tani, sa që ka ndryshuar. Nga një anë është për të qeshur, po është edhe për të qaro njerës. Si ka ndryshuar korat. Nuk ka më fëmijë ri tani, nuk ka më si shlonim neve të kënaqe fëmijët. Po hiç të mbyllur brenda në shtëpi, edhe i din dhe gjitha tani që në këtë mosh, si kështu ti mësoj më vonë. Nice. Përderisa nuk do dal xhiro, do ta pim kafe në shtëpi, që thoni o njerëz. Kisha një çik qumësht që e bëra pak të vakët për petullat. Të mos shkoj dëm, do ta hedh këtu. Po më duket se as ky nuk do mjaftoje. Po, nuk mjafton, daleni të marrë tjere, të hedh edhe pak qumësht. Cappuccino prap sot, u pa puna. Ashtu. Edhe do pim këtë sot. Këtë kafe. Mu përgatit kafja dhe do t'i hedh pak sheqerë. Pak, një lugë i hedh unë. Presim edhe për qumshin dajnë të përgatitet që të pimë cappuccinon. Kafen sot do t'a pi bashkë me petulla, po. Hëngrat, sa po do hajdet sa tani, se nuk hëngra shumë, që të thoni. Kafja është gati, si që mund të shikoni, perfekte doli. Do t'a shoqëroj me petulla dhe me mjaltë. Të hajde pak djath, të shikojmë, nuk e di. Nejse, rëndësi ka që mëngjezi është gati. Hëngrëm drekën, e mora djalin nga shkolla, edhe dajnë donte një 2 portokalle, lëng portokalle. Unë portokalle t'i blej që thoni, edhe i harroj t'i pastroj, t'i shtrydh, mi kujtoj djali. Tha, duhet sa portokalle, ma lëng portokalle. E mirë, thash, hajti bëj të gjitha tani, t'i heq qafe se do prishen që do prishen. Do të ndihmoj. Fitia është kur bie kjo lëngu i portokallit. Hapet ke që mami se më na mbushësh anë mbanë. What happens if we close it? Dalet lere të bjerë, pastaj e mbyll. Enough? Beti edhe kjo për mua. Do ta pitaj qa do bëjmë. Okay, could everyone have one of these white Mjalt. in your way? Kur u them mjalt, janë shumë të ëmbla portokallet. Shumë të ëmbla. Tani ka për të larë pjatat. Vazhdojmë punën. Morëm energji tani, do vazhdojmë punën. Sado që piva kafe e cappuccino, me që më zuri një dhimbje koke o njerës, do pi edhe një kafe greke. Një të vogël do pi, po do ta pi se më ka zënë koka që thoni. Tani kjo si mas mos është edhe shumë. Ku du mua më duke shumë kjo lëqe që ka thënë si masë. Sheqer do t'i hedh më pak, nuk i hedh të gjithë lugën. What are you making? Kofi. Oh, okay. Ullat e kaloriferi o njerës të pi kafen, avash. Djali po vizaton tani, edhe pak më vonë do përgatitim, do bëhemi gati të bëjmë një qik homework në shtëpi. Sa dëgjon atë fjalën ky?
Nejse.